Para 2 javësh, një avion me 153 palestinez nga Gaza u ul në Afrikën e Jugut pa dokumentacion. Pasagerët mbetën bllokuar në port për 12 orë, derisa autoritetet e Afrikës së Jugut, të cilat thanë se nuk ishin informuar nga izraelitët për fluturiminë e deportimit, u lejuan të zbrisnin për arsye humanitare. Palestinezët në port kishin paguar mes $1.500 dhe $5.000 një kompanie të quajtur Al Majd Europe për të dalë nga Gaza. Operacioni drejtohet nga disa palestinezë në terren në bashkëpunim me autoritetet okupatore izraelite. Të paktën 2 fluturime të tjera të tilla ishin kryer që nga qershori i këtij viti. Kjo është skema më e re që Izraeli po përdor për zbrazur Gazën, një objektiv i hershëm i regjimit të tij të apartheidit, që daton që nga fillimi i shekullit 20, shkruan Rifat Ibrahim, shkrimtar dhe analist politik nga Gaza, që nga lindja e lëvizjes sioniste. Palestinezët janë konsideruar si pengesë demografike për krimin e një shteti hebre. Në fund të shekullit 19, Theodor Herzl, një nga autorit themelues të sionizmit, shkroi se zhvendosja e arabëve nga Palestina duhet të jetë pjesë e projektit sionist, duke sugjeruar që populatat e varfra mund të shtyheshin përtej kufive dhe të humnin vendet e punës në mënyrë të heshtur dhe të kujdesshme. Në vitin 1938, David Ben Gurion, një nga liderët kryesor sionist dhe më pas kryeministri i parë i Izraelit, e bëri të qartë se mbështeste riardhësimin me forcë dhe nuk shihte asgjë jo morale në të. Një pjesë e këtij vizioni u zbatua 10 vjet më vonë, gjatë Nakbës së vitit 1948, kur më shumë se 700.000 palestinezë u dëbuan nga shtëpitë e tyre, një akt që historiani izraelit Benny Morris e ka quajtur spastrimi etnik i nevojshëm. Pas vitit 1948, Izraeli vazhdoi përpjekjet për të zhvendosur palestinezët. Në vitin 1950, 10 mijëra palestinezë dhe beduin palestinezë u transferuan me forcë nga shkretëtira e Nakabit, e Negevit sot, drejt Sinait ose Gazës, që aso kohë administrohej nga Egjipti. Pas luftës së qershorit 1967, kur Izraeli pushtoi Gazën, bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor, ai adoptoi një strategji të quajtur migrim vullnetar. Ideja ishte krijimi i kushteve të vështira të jetesës për detyruar banorët të largoheshin, përfshir shembjen e shtëpive dhe reduktimin e mundësive të punësimit. Paralelisht, u hapën zyrat e emigrimit në kampet e refugjatëve në Gaza për të nxitur njerëzit të cilët kishin humbur shpresën për të kthyer në shtëpitë e tyre, të largoheshin në këmbim të parave dhe organizimit të udhëtimit. Izraeli gjithashtu inkurajoi palestinezët të shkonin të punonin jashtë vendit, sidomos në vendet e gjirit. Çmimi që palestinezët paguanin për largimin ishte ndalimi i kthimit përgjithmonë. Pas 7 tetorit 2023, Izraeli pa një mundësi të re për të zbatuar planin e tij të spastrimit etnik në Gaza, këtë herë përmes gjenocidit dhe dëbimit me forcë. Ai besoi se kishte simpati ndërkombëtare dhe kapital diplomatik për të kryer një mizori të tillë, siç sugjerojnë deklaratat e zyrtarëve izraelit si Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich. Ata madje hartuan të ashtu quajturin plani gjeneralve për të zbrazur plotësisht Gazën veriore. Skema e re për të detyruar palestinezët të largohen nga Gaza përshtatet qartë në këtë model historik. Ajo që e veçon është fakti se palestinezët detyrohet të paguajnë për dëbimin e tyre, ndërsa bashkëpunëtorë palestinezë përfitojnë në kurrizë të dëshpërimit të tyre. Kjo synon gjithashtu të rrënojë financiarisht popullatën palestineze dhe të krijojë ndarje të brendshme. Ashtu si skemat e mëparshme, edhe kjo ka si element qendror mohimin e të drejtës së palestinezëve për të kthyer. Asnjë nga pasagerët në avion nuk mori vull dalje nga Izraeli, gjë që vështirësoi pranimin e tyre nga autoritetet e Afrikës së Jugut. Pa një regjistrim ligjor të daljes nga territori pushtuar, këta njerëz klasifikohen automatikisht si migrantë të paligjshëm dhe nuk mund të kthehen. Këtu është e rëndësishme të kuptohet pse Izraeli po lejon këto fluturime, ndërkohë që pengon evakuimin e palestinezëve të sëmurë, të plagosur ose të studentëve të pranuar në universitetet huaja. Daljet e pacientëve dhe studentëve do të ishin ligjore dhe do të nënkuptonin të drejtën e kthimit, një gjë që Izraeli nuk dëshiron ta lejojë, shkruan Rifat Ibrahim. Fakti që ka palestinezë të gatshëm të bien prej kësaj skeme nuk është surprizë. 2 vjet gjenocid kanë çuar popullin e Gazës në dëshpërim të paimagjinueshëm. Ka shumë njerëz që do të hipnin vullnetarisht në këto avion.
E megjithatë, Izraeli nuk mund të na dërgojë të gjithëve drejt Afrikës së Jugut, shkruan Ibrahim. Për dekada në okupimin sionist, palestinezët kanë rezistuar. Qendresa palestineze përballë luftrave, bllokadave, bastisjeve të shtëpive, shkatrimeve, vjedhjes së tokës dhe nënshtrimit ekonomik, dëshmon se toka palestineze nuk është thjesht një vend për të jetuar, por një simbol identiteti dhe historie që njerëzit nuk janë të gatshëm ta braktisin, vlerëson Ibrahim. Në 2 vitet e fundit, Izraeli ka shkatruar jetët dhe shtëpitë e 2 milion palestinezëve, por as kjo nuk ka arritur ta vrasë shpirtin palestinez dhe vullnetin për të mbajtur tokën palestineze. Palestinezët nuk do të fluturojnë jashtë, ne jemi këtu për qëndruar, shkruan Ibrahim.